Ditë e hapur e shkollave të mesme në sheshin e Tetovës. Qëllimi ishte që nxënësit e ardhshëm të shkollave të mesme të njihen më mirë me drejtimet arsimore, profesionet dhe mundësitë që ofrojnë shkollat në komunën e Tetovës. Në zemër të Tetovës, sheshi i qytetit sot është ndëruar në një hapësirë informimi, prezantimi dhe orientimi për mira nxënës të ardhshëm të shkollave të mesme. Shkollat e mesme në Tetovë po marrin pjesë në ditën e hapur ku paraqytetarëve dhe nxënësve prezantojnë programet arsimore, drejtimet profesionale dhe mundësitë që ofrojnë për vitin shkollor 2026-2027. Së bashku me zëvendës kryetarin Albi Qamili, zëvendës ministrin e arsimit dhe shkencës Driton Sulejmani, kryetarin e komunës së Të Arcës Daud Memishi dhe kryetarin e komunës së Bogovinës Feti Abazi, në këtë ditë hapur mori pjesë edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami. Në gjithë të shkolla ka drejtime të cilat janë të përshtatura për tregun e punës dhe të cilat kërkuara nga nxënësit tonë. Prandaj këto shkolla sot do të kenë mundësi gjithë këto drejtime t'i prezantojnë para nxënësve. Përndryshe në këtë vit kemi numër të përafërt të nxënësve sa në vitin paraprak. Më konkretisht deri tash bazë të dhënave që kemi nga shkollat fillore që gravitojnë në komunën e Tetovës, bëhet fjalë për një numër dikun 1890 nxënës, të cilat duhet të regjistrojnë në 29 paralele në gjuhën shqipe, 9 paralele në gjuhën maqedonese dhe 1 në gjuhën turke. Drejtorët e shkollave të mesme të Tetovës për televizionin Koha shpaluan pjesë të ofertës së tyre. Shkolla e mesme e mjekësisë Nikola Shtejn si vjet pranon 694 nxënës në 21 paralele në 3 gjuhët arsimore, në gjuhë shqipe 14 paralele, në gjuhë maqedone janë 6 paralele dhe 1 paralele me mësim në gjuhën turke. Gjithsej kemi 8 profile mësimore, është profili infermierisë, teknik farmaceutik, teknik i fizioterapisë, teknik dhëmbësh, motër ginekologjika akusherike, laborant dhe risia si vjet është asistentë dentar që është paralele duale me numër të rritur të orëve të praktikës te punëdhënësi dhe është drejtimi i shërbimeve personale ose të bukurisë dhe kozmetikës. Risi këtë vit është edhe obligimi i nxënësve prezantues të ofertave të këtij viti është se me konceptin e ri të arsimit gjimnazor, të gjithë nxënësit më nuk do përcaktohen fillimisht në vitin e parë për drejtime, por thjesht do regjistrohen në gjimnas, pastaj në vitin e tretë vetvetiu do përcaktohen për llojin e profilit që do ta zgjidhin në bazë të lëndëve të cilat ju ofrohen kryesisht zgjedhore. Është një risi që shpresojmë që në vitin tjetër do të jemi me objekt të ri, këndej tek shkollat në qendër që është tek shkollat tekstile, edhe pse kushtet edhe tani i kemi jashtëzakonisht mira, kemi edhe sallën sportive që është ndërtuar. Megjithatë, tani është një konstatim përgjithësi se për shkak të pozitës që kemi si në periferi, nxënësit pak më tepër, kërkesat e tyre janë jo rastisht të gjimnazi në Kiril Peqinović, për shkak ndoshta të vendit që është si në qendër. Sot kemi kënaqësinë që prezantojmë drejtimet tona ekonomik, juridik dhe marketingun digital, të cilat ju ofrojnë nxënësve njohuri dhe aftësi për të ardhmen profesionale dhe tregun modern të punës. Shkolla jonë angazhohet për edukim cilësor, zhvillim profesional dhe përgatitje praktike. Në rast se do dikush të mësojmë në shkollë të re, ne jemi ato që mund të ofrojmë. Post shkollës re ne do të ofrojmë edhe ato drejtime që janë shumë interesant për ardhmërinë e nxënësve, pra janë do drejtime profesionale, siç është dizajn që është interier edhe i veshjes, ka drejtimet e tekstilit, teknologjia ushqimore, pra janë do drejtime në cilin ne mendojmë se për shoqërinë apo për ndarmen e fëmijëve ja vlen që të vinë tek ne. Ne jemi këtu për ta përfaqësuar shkollën Marif, International Schools Marif. Do me thënë kushtet të cilat ne i ofrojmë janë që kemi arsim cilësor, qëndrim ditor të nxënësve do me thënë, me orar 7 orësh. Sa i përket ofertave, këtë vit kemi oferta shumë më të mira se vitin tjetër, për shkak se kemi ambiente shumë më të mira, kabinetet janë multifunksionale, janë në mënyrë perfekte, siguria në shkollë maksimale. Përmes stendave informuese dhe prezantimeve, nxënësit dhe mësuesit prezantuan programet, projektet, sukseset dhe aktivitetet arsimore të shkollave të tyre, duke u mundësuar nxënësve të klasave të nënta që të bëjnë më lehtë zgjedhjen e tyre për arsimin e mëtejshëm.